Atëherë zoti Kongoli morët pjesë me ekipin e Elbasanit në kampionatin për fëmijë ndimëror të Notit, si ishin rezultatet, pritshmëritë? Rezultatet ishin të mira, domethënë brenda pritshmërive, hyrëm në podium disa herë, duke zënë vendet para, dyta dhe treta. Për të spikatur ishin si fëmijë ishin Aisha Tana që zuri vendet para, Joan Kacollia, Ailin Talelli, po pa lënë pas dore dhe fëmijët e tjerë, domethënë që morën pjesë në garë, që ishin Alen Tabaku, Amina Tola, dhe pa harruar ndonjë tjetër tash se s'po më vjen. Cilat do të jenë garat e ardhshme dhe pretendimet që keni? Garat e ardhshme tash shpejt janë në fund prillit që kemi kampionatin tjetër kombëtar, por ky është open. Domethënë këtu marrin pjesë të gjitha kategoritë, fëmijë të rritur. Pretendimet këtu janë pak më modeste sepse ne nuk kemi notar, le të themi, domethënë të rritur, vetëm 2 notar kemi në moshën e të rive, por edhe këtu pretendojmë që të hyjmë në podium. Si është të ardhmën e sportit të Notit në Elbasan? Si duken brezat e rinj? Kanë interes? Interesi në sportin e Notit ka ardhur gjithmonë duke u rritur. Problemi më i madh i sportit të Notit është pishina. Pishinë të cilën në Elbasani nuk e ofron pishinën dimrore, flasin gjithmonë, jo pishinën verore. Dhe ky është problemi më i madh që sjell edhe frenimin e shumë fëmijëve, domethënë që vazhdojnë ta ushtrojnë rregullisht sportin e Notit.